Të nderuar shikuesi, përshëndes, do t'jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Rreshtet intensive të ditëve të para të janarit kanë dëmtuar 5 banesa në Gjirokastër. Bashkia ka nisur ndihmën për familjet e prekura, të cilave ju është akorduar bonus qiraje, ndërsa po vjon puna në terren për rehabilitimin e infrastrukturës së dëmtuar. Gjatë dimrit rreziku nga hoxhaqet e papastruara rritet ndjeshëm. Vetëm gjatë vitit që lan pas në Gjirokastër janë shënuar mbi 20 raste zjarri. Shërbimi zjarfikës apelon për pastrimin e rregullt të hoxhaqeve për të mbrojtur jetën dhe pronën e qytetarëve. Viti 2025 për qendrën e shërbimit të ndihmës juridike parësore në Gjirokastër shënoi një rritje të rasteve që kërkuan asistencë ligjore, një trend që ka vijuar edhe gjatë muajit janar të 2026-s. Ndërkohë, rritja e pagës minimale ka zgjeruar numrin e qytetarëve që përfitojnë ndihmë juridike, duke lehtësuar aksesin në drejtësi për më shumë shtresa të shoqërisë. Jo vetëm vendasit, por edhe turistët e huaj po tregojnë interes të shtuar për bimët medicinale në zonën e Delvinës, duke u njohur nga afër me mënyrën e grumbullimit dhe përpunimit të tyre. Sipas grumbullueses, pranvera Çeço, pavarësisht këtij interesi, zjarret dhe rreshtet e dendura të shiut kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme për bimët medicinale. Ju njohim tani më gjërësisht, rreshtet e ditëve të para të janarit kanë dëmtuar 5 banesa në Gjirokastër. Bashkia ka nisur ndihmën për familjet e prekura, të cilave ju është akorduar bonus qiraje për të përballuar vështirësitë për akomodimin deri në një zgjidhje tjetër. Rreshtet intensive të ditëve të para të muajit janar në bashkinë e Gjirokastrës dëmtuan 5 banesa. Aktualisht, autoritetet lokale kanë nisur ndihmën për familjet e prekura duke ju akorduar bonus qiraje. Kemi pasur edhe një njësinë administrative Lunxhëri, ku kemi bërë evakuimin e familjeve, edhe në njësinë e Labovës kemi bërë evakuimin e 3 familjeve, të cilët i kemi kaluar edhe me bonus qiraje, sepse sipas shërbimit gjeologjik shtëpitë të tyre për momentin janë të pabanuara. Deri në këtë moment kemi evakuar 5 familje, të cilat kanë kaluar në mbledhjet këshillit me bonus qiraje, pasi nga shërbimi gjeologjik shqiptar banesat e tyre janë të pabanuara. Në të njëjtën kohë, po vijon puna për rehabilitimin e problematikave në infrastrukturë, ku ekipi bashkisë po punon për rregullimin e rrugëve dhe sistemit të kullimit me qëllim parandalimin e dëmeve të mëtejshme. Bashkia e Gjirokastër mori masat më njëhershme bashkë me forcat e armatosura dhe me emergjencat civile lokale, ishin në terren, ku kemi bërë rehabilitim të rrugëve, pastrim të rrugëve kryesore të qytetit nga inertet dhe vazhdojmë akoma në njësitë administrative. Konkretisht në Labovën e Zhapos po punohet për dhënë një akses tjetër që të lidhim Labovën e Madhe me Labovën e Vogël, pasi shkarja e trupit të rrugës e ka bërë të pakalueshme këtë aks rrugor. Ndërsa rreshtet e 24 orëve të fundit fatmirësisht nuk kanë shkaktuar problematika në bashkinë e Gjirokastrës, ndërsa instancat përkatëse vijojnë monitorimin e situatës për të garantuar sigurinë e qytetarëve. Gjatë dimrit rreziku nga hoxhaqet e papastruara rritet ndjeshëm. Gjatë vitit që lan pas në Gjirokastër u shënuan mbi 20 raste zjarri. Shërbimi zjarfikës apelon për pastrimin e rregullt të hoxhaqeve për të mbrojtur jetën dhe pronën e qytetarëve. Gjatë muajve të dimrit, përdorimi i hoxhaqeve dhe pajisjeve ngrohëse rrit ndjeshëm edhe rrezikun e zjarreve në banesa. Vetëm gjatë vitit që lan pas, në qytetin e Gjirokastrës janë shënuar mbi 20 raste zjarri, të shkaktuara si pasojë mungesës së pastrimit dhe mirëmbajtjes së hoxhaqeve. Shërbimi zjarfikës në Gjirokastër apelon për pastrimin periodik të tyre, duke konsideruar këtë një masë thelbësore për parandalimin e zjarreve dhe mbrojtjen e jetës dhe pronës. Këto duhen pastruar, çdo vit duhen pastruar hoxhaqet para se të ndizen. Mendoj që gjithë qytetarët e dinë këtë dhe ka mundësi për shembull që ka disa mjete që pastrojnë hoxhaqet, sepse ata mund të kenë probleme për pastrimin e tyre. Janë disa mjete, janë disa fshesa. Ato janë mund të gjesh nëpër supermarkete, mund të gjesh kudo dhe me atë thjesht mund ta pastrosh për një kohë shumë të shkurtër. Nuk ka ndonjë punë shumë të madhe, por duhet që ti pastrojnë disa të rinj që mund të hipin për hoxhaqe, se mund të shkaktojnë edhe moshat e vjetra nuk mund të kryejnë këto punë. Para 3-4 ditësh kishim një rast të zjarri në hoxhaq, po menjëherë
njoftuam, shkuam në vendngjarje dhe eliminuam zjarrin sepse duke ishte një xhak që shtëpia që me tavan druri dhe mund të shkaktonte një dëm shumë të madh. Rastet e regjistruara tregojnë se zjarret në banesa mbeten një rrezik serioz, ndërsa parandalimi dhe kujdesi i qytetarëve janë faktorët kyç për shmangjen e tyre. Viti 2025 për Qendrën e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore në Gjirokastër shënoi një rritje të rasteve që kërkuan asistencë ligjore, një trend që ka vijuar edhe gjatë janarit të 2026-s. Ndërkohë, rritja e pagës minimale ka zgjeruar numrin e qytetarëve që përfitojnë ndihmë juridike, duke lehtësuar aksesin në drejtësi për shumë shtresa shoqërore. Viti 2025 ka qenë një vit sfidues për Qendrën e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore në Gjirokastër, pasi numri i rasteve që kanë kërkuar asistencë ligjore ka ardhur në rritje të vazhdueshme. Përveç shtimit të kërkesave, rastet kanë qenë të larmishme duke përfshirë çështjet civile, familjare, administrative dhe sociale, çka ka kërkuar një angazhim më të madh nga stafi i kësaj qendre. Kjo tendencë e rritjes së rasteve nuk është ndalur as në fillim të vitit 2026, ku vetëm gjatë muajit janar është vërejtur një fluks i konsiderueshëm qytetarësh që kanë kërkuar ndihmë juridike. Ka qenë një vit sfidues, për arsye se kemi patur raste nga më të ndryshme. Shumë qytetarë janë paraqitur pranë ndihmës juridike për të marrë shërbim juridik, zgjidhjet e martesës, urdhrat e mbrojtjes. Kemi patur kërkesa për pension pleqërie, kërkesa drejtuar komisariatit të policisë, prokurorisë e të tjera. Gjithashtu, numri i rasteve ka qenë në rritje për janarin. Në qytetarët kanë patur kërkesa nga më të ndryshmet, duke filluar dhe kërkesat për marrjen e kopje të vendimeve pranë gjykatave, pranë gjykatës së shkallës së parë, gjykatës së apelit dhe gjykatës së lartë. Kemi patur disa kërkesa për marrjen e informacionit në gjykatën e lartë mbi çështjet që ata kanë. Një risi e rëndësishme për vitin 2026 lidhet me rritjen e pagesës minimale, e cila ka zgjeruar kategorinë e përfituesve të ndihmës juridike. Fal këtij ndryshimi tashmë më shumë qytetar kanë të drejtë të përfitojnë ndihmë juridike falas, duke lehtësuar aksesin në drejtësi për shtresat në nevojë dhe duke forcuar mbrojtjen ligjore për individët që nuk kanë mundësi ekonomike. Një risi për 2026 ka qenë edhe rritja e pagës minimale, që do të thotë më shumë qytetarë të drejtohen ndihmës juridike, sistemit të drejtësisë për të përfituar ndihmë ligjore falas. Gjithashtu ata mund të përfitojnë një avokat falas, të mbuluar tërësisht nga buxheti i shtetit dhe përjashtim nga gjitha tarifat dhe shpenzimet gjyqësore, që nuk kupton një person i cili ka një proces gjyqësor apo dëshiron të hapë një proces gjyqësor dhe nuk ka mundësi për të paguar një ekspert, siç mund të jetë psikologu në rastet e zgjidhjes së martesës apo topografi në rastet e çështjeve të pronave, përfiton, përjashtohet nga parapagimi i këtyre tarifave. Për 2026, plani punës është i zgjeruar duke përfshirë zhvillimin e aktiviteteve në njësitë administrative të qarkut të Gjirokastër, në bashkitë e vogla, për të qenë më afër qytetarëve, për të ofruar ndihmë ligjore falas, për të marrë ata informacionin se çfarë ofron ndihma juridike e garantuar nga shteti, si ofrohet kjo ndihmë. Qendra e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore në Gjirokastër mbetet e angazhuar për të ofruar asistencë cilësore dhe në kohë për çdo qytetar që ka nevojë, duke luajtur një rol të rëndësishëm në garantimin e të drejtave ligjore. Jo vetëm vendasit, por edhe turistët e huaj tregojnë interes të shtuar për bimët medicinale në zonën e Delvinës, duke u njohur nga afër me mënyrën e grumbullimit dhe përpunimit të tyre. Sipas grumbullueses Pranvera Çeço, pavarësisht këtij interesi, zjarret e shumta gjatë verës dhe shirat intensiv të dimrit e kanë dëmtuar tepër këtë kulturë. Jo vetëm banorët vendas, por edhe turistët e huaj që zgjedhin të vizitojnë në zonën e Delvinës, po shfaqin një interes gjithnjë më të lartë për bimët medicinale. Ata nuk mjaftohen vetëm duke i provuar ato, por janë të interesuar edhe për të njohur më nga afër me mënyrën e grumbullimit dhe proceset që ndiqen deri në përpunimin e tyre. Ky interes në rritje konfirmohet edhe nga Pranvera Çeço, grumbulluese e bimëve medicinale prej vitesh. Ajo shprehet se vizitorët tregojnë kurreshtje për traditën, përvojën dhe rëndësinë që kanë këto bimë në mjekësinë popullore dhe ekonominë lokale. Po sa vete ndërgjegjësohen, jo vetëm të vendit, por edhe shumë të huaj vinë dhe preferojnë të marrin çajrat e
Shqipërisë. Me që ne jemi dhe vend malor edhe unë i kam sugjeruar gjithmonë që ata të vend të shikojnë dhe atje ku vilet Sherbeli, po dhe atje ku vilet Çaji, ku blëhet Blini, se të gjitha këto unë ju thash që janë bimë që mblidhen në përpije, në për malet tona edhe janë shumë të efektshme. Megjithatë, Çeço thekson se ky vit ka qenë i vështirë për bimët medicinale. Zjarret e shumta gjatë verës dhe rreshtet e dendura të shiut kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme, duke ndikuar negativisht. Ndikuan shumë keq zjarret për arsye se u dojën shumë male të Delvinës, zona të tëra si për shumë zona e Kopaçës, e Vergojit edhe e Senicës, pësuan një dëm të madh. Ajo ishte burimi Sherbelës, i Çajit, i Rigonit, i Trumzës edhe lloj-lloj bëri një dëm shumë të madh. Po jo vetëm ajo, po dhe këto stuhit e mëdha që përmbytën Delvinën dhe ato bërën shumë dëm. Pavarësisht sfidave të këtij viti, interesi për bimët medicinale në zonën e Delvinës mbetet i lartë, veçanërisht nga turistët e huaj, të cilët po kontribuojnë në promovimin e pasurive natyrore dhe traditës vendase. Megjithatë, ruajtja e këtyre bimëve dhe mbështetja për grumbulluesit mbeten thelbësore për të garantuar vazhdimësinë dhe qëndrueshmërinë e këtij sektori në të ardhmen. Përmeti po shquhet gjithnjë e më shumë për kulinarin tradicionale dhe produktet artizanale. Gra si Flora Sali, përmes punës dhe certifikimit të produkteve vendase, po e kthejnë traditën në burim të qëndrueshëm të ardhurash për familjet e tyre. Përmeti çdo ditë më tepër po identifikohet edhe përmes kulinarisë së veçantë dhe të larmishme. Flora Sali është një nga artizanet e njohura të zonës, e cila përveç se prodhon mjalt, gliko, reçel e të tjerë, i promovon produktet e saj edhe në panajire, ku është vlerësuar me certifikime të ndryshme. I kam dashuruar që e vogël që rria pranë gjysheve tona që gatuan, një shikoja dhe tani këto vite që punoj vetë dhe ju kushtoj shumë rëndësi se duan shumë vëmendje që ti edhe për të gatuar dhe produktet lokale janë gjëra që duan shumë kujdes. E shikoj pas kaq vite shikoj që kanë marrë një tjetër vëmendje. Ka shumë kërkesa për produktet lokale, plus që këto certifikimet, vlerësimet që më janë bërë, më japin më shumë motivim që unë akoma të vazhdoj të qëndroj aty në fshat, të punoj dhe të sjell më të mirën. Kam filluar me zajret, që janë zajret e dimrit, që i themin e petët, roshnicat, çorba, pastërmaja. Pastaj dhe janë dhe glikot, reçelnat, lëngjet e ndryshme të frutave. Sali ka arritur të certifikojë produktet e saj dhe kjo përbën një mundësi të mirë, jo vetëm për të, por edhe për shumë gra të tjera, veçanërisht ato që jetojnë në zonat rurale. Kam filluar me mjaltin, gjë që më ka dhënë shumë të eci përpara, plus që tani kam arritur edhe ta certifikoj si specialitet tradicional të garantuar dhe si tregus geografik. Bas këtyre vlerësimeve vjen një punë shumë e madhe që bëhet. Dhe cilësia është ajo që më ka sjellë deri këtu. Në 22 vite që merrem me tregtimin e produkteve lokale, kam arritur të vlerësohen dhe të vlerësohen dhe produktet, tu jepet shumë vëmendje. Familjen e kam pasur mbështetje dhe kjo më ka bërë që të eci përpara dhe të jem edhe një shtys për vajzat e zonës time që të dhe ato të punojnë për familjen e tyre dhe të sjellin të ardhurat, të mos të jenë të varura nga bashkëshortët. Fal produkteve vendase, ashtu si Flora Sali, edhe shumë familje përmetare po arrin të sigurojnë të ardhurat ekonomike për familjet e tyre. Një zjarr me përmasa të mëdha ka rënë pas ditën e së dielës në zonën mes qafës së Kiçoku dhe fshatit Komarak në Bashkinë Këlqyer. Për shkak të erës së fortë dhe terrenit të vështirë, ka qenë e vështirë pra ndërhyrja direkte e zjarrfiksëve për normalizimin e vatrave të zjarrit, por flakët u izoluan rreth orës 23:30, ndërsa rreshtet e shiut ndihmuan në shuarjen e plotë të tij. Si pasojë u dogjën rreth 3 hektar sipërfaqe me shkure dhe lisa, pa dëme në banesa apo rrezik për banorët. Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e zjarrit.
Rreth orës 18:30 policia u njoftua për një zjarr me përmasa të mëdha në zonën mes qafës së Kiçakut dhe fshatit Komarak në bashkinë e Këlcyrës. Zjarri u përhap me shpejtësi favorizuar nga era e fortë dhe vegjetacioni dendur në zonë. Menjëherë pas njoftimit në vendngjarje u nisën shërbimet zjarfikëse dhe strukturat përkatëse, por për shkak të terrenit të thyer malor dhe errësirës, ndërhyrja direkte me mjete në zonë nuk ishte e mundur. Përpasoj, gjatë gjithë natës, grupet e shërbimit zjarfikës monitoruan situatën nga afër, duke vlerësuar vazhdimisht rrezikun e përhapjes së flakëve. Rreth orës 23:30, pas disa orësh shpërpjekje, u bë e mundur izolimi i zjarrit, ndërsa rreshtet e shiut që pasuan ndihmuan në shuarjen e plotë të tij. Nga flakët u dogjën rreth 3 hektar sipërfaqe me lisa dhe shkure, ndërsa fatmirësisht nuk pati dëme në banesa apo rrezik për jetën e banorëve të zonës. Ndërkohë, autoritetet kanë ngritur një grup hetimor, i cili po punon për të zbardhur shkaqet e rënjes së zjarrit dhe për të identifikuar personin apo personat përgjegjës për këtë ngjarje. Të nderuar shikues, ishit në minutat e ditarit informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshim.